Si s'pas ka quorum. Pa the ka quorum, fillojmë mbledhja. Se instituti i quorumit ka kuptimin e ekzistimit të numrit të nevojshëm të anëtarëve për me fillu një mbledhje, që është gjithmonë një ma shumë se gjysma. Ne jemi në sall, ai thotë s'ka quorum, si s'ka quorum. Po s'po merrni pjesë në votim, të shkelni kushtetutën. Po është votim, çfarë votimi është votim absurd, pse më merrni votim jo kushtetues pjesë. Është si më thon, hajde votoni për ligjin për mbetjet e forta ose të buta ose për liçe ose çka dush në seancë konstitutive. Njëjtë është ajo. Nuk ekziston. Rendi i ditës i seancës konstitutive lartë është i vetmi rend dite, i cili është i shkruar gërm për gërm në rregulloren e punës së kurandit. I vetmi rend dite. Di. Kur një herë s'ka rend tjetër. Atë rend dite e bën ish kryetari i kuvendit me kryetarët e partive politike. U bëa rend ka në kuvend. Por më ndruaj rend dite, du të më u kthy na para 3 muajve ku na kon. Ku as kthehet mbrapa. Kryetari i kuvendit nuk ekziston më. Ish kryetari i kuvendit nuk ekziston më në kuptimin e institucional. Se s'ka drejt me ekzistu më. Kështu që është një votim komplet absurd, është një shpikje, le ta them me këtë fjali, është një shpikje e shëmtuar procedurale për me mbrojtë fytyrën e Albulena Haxhiut. Për mos me hedh në votim Albulena Haxhiu, kur them fytyrën në kuptimin politik fjalës, për mos me konsideru sikur, por kjo është e vërtetë është që kemi bëjmë me një kandidat. Unë thash edhe me majeret ku kisha një intervistë, kjo është hera e parë, besoj unë, në historinë politike të dekadave të fundit në Evropë, që i kërkohet opozitës me ja vazhdu mandatin qeverisë. Kjo çka po thuhet, ta marrin vesh njerëzit është votoni që ne të vazhdojmë pushtetin. Dy gjëra. E para, qeveria dhe kuvendi janë dy gjëra ndryshme, apo? Absolutisht. Edhe pse keni nevojë me ja vazhdu qeverisë. Leta zgjedhin kryetarët kuvendit ata këtë dojnë, ju i nominoni do nën kryetar këtë doni, mandej nëse i kanë 61 e bëjnë qeveri, nëse ju vjen radha juve. Këtu janë dy gjëra. E para, kryetari me nën kryetar i lidh veç vetëvendosja s'kan asnjë lidhje. Kryetari i kuvendit është kreu i institucionit. Nën kryetarët janë të deleguar të partive politike. Shkojnë ato, jo për të qenë nën kryetar të gjitha partive, por për të qenë nën kryetar që përfaqësojnë një parti. Se rregulloria thotë përfaqësohen gjitha partitë me kanë një nën kryetar. Kjo është kështu, e para. E dyta, nuk është në dorën e vetëvendosjes me i caktu nën kryetarët dhe nuk është në rendite çështja nën kryetarëve, sepse nën kryetarët votohen pak. Gjitha partitë i propozojnë dhe votohen gjithë bashkë. Pra s'mund të edhe me numra s'mund të ndalojnë. Por po ashtu nuk jemi në atë pikë. Ne jemi në pikën e zgjedhjes kryetarit të kuvendit. Tani, unë pajtohem që qeveria është një institucion tjetër, kuvendi një institucion tjetër. Jemi të folë për pushtetin. Pushteti përbëhet nga kuvendi, qeveria dhe presidenca. Ne përna kërkohet me adhon pushtetin e kryetarit të kuvendit një partije që i ka fitu zgjedhjet në mënyrë relative, që si ka numra, po duhet votën tonë. Sakt, ka dalë e para. Ka dalë e para me adhon për me marë pushtetin e parë. Pushteti i parë në një republikë parlamentare është pushteti në kuvend. Këta po të dërzon e pushtetin e parë, e tani shkojmë të tjera. Pse duhet me bo këto? Për shembull, po e marr lart. Ju e dini që unë e kam përcjell punën e Ministrisë Drejtësisë për 3 vjet. Kam fitu disa raste në gjykatëshuese pas me kolegët e mi të Partisë Demokratike të Kosovës. Kam evidentuar shkeljet shumë të atë kushtetues të ligjit. A duhet me shku unë që më votu me lista ta, por me emrin mbi emër me votu Albulena Haxhiun për kryetare, cili është morali i këtij veprimi që bëj unë, kur për 3 vjet unë kam fitu votat në emër të asaj. Për shkak të angazhimit tëm, njerëz më kanë votuar,